Mjeshtri madh i këngës qytetare Bujar Qamili vjen me një dhuratë të veçantë për Shkodrën, një koncert recital që do të mbahet më 21 qershor në stadiumin Loro Boriçi. Ky është eventi i parë i këtij lloji që organizohet në këtë arenë sportive dhe njëkohësisht një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të këtij sezoni veror. Në një dalje për mediat, Bujar Qamili ndau detaje mbi koncertin që do të sjellë në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare si Artiola Toska, Shkëlzeni Etishi dhe Mateus Froku. Është ndërtu mbi bazën e këngës popullore qytetare shkodrane, e cila do të dominojë në të gjitha repertorin e këngëve të mia. Do të jenë paktën nga ana ime mund të jetë mbi 13 këngë që janë të repertorit shkodran. Unë kam këtu edhe maestron, të cilin e kemi qenë në prova, kemi vazhduar dhe provat me një grup shumë simpatik, të cilin njihni të gjithë ju, si quhet Vis Shkodranit, se bashku me ekipin e tij prej 8 vetësh do të ekzekutojnë të gjitha repertorin e këngëve të mia, por nuk është thjesht vetëm, nuk do të jetë vetëm këngët popullore shkodrane, do të ketë edhe nga Kosova, sepse unë kam ftuar edhe miqtë e mi, shokët e mi, kolegët e mi, të cilët janë shumë të kënaqur që në një ambient të tillë, siç është stadiumi, e të vinë të performojnë repertorin e këngëve të tyre, siç është të cilën Shkodra e don, Mateusin, Frokun. Kam ftuar mikun tem nga Gjakova, i cili në çdo koncert nuk lën pa të një këngë shkodrane, siç është Xeni, Shkëlzeni Etishi. Gjithashtu ajo që i thona në Shkodran që Shkodra bie dekun, mas saj, është Artiola Toska. Thonë është një repertor jashtëzakonisht i madh, rreth gati 2 orë, dhe të gjithë njerëzit me zi po presin. Është era parë që në stadium, sidomos në Shkodër, në Loro Boriçi, bëhet një aktivitet kaq i madh, dhe gjithmonë këtë, jo vetëm për aktivitetin tim, por një përshëndetje, sinqerisht, jo për në gjapo, një përshëndetje shkon direkt edhe për kryetarin e bashkisë, për cilin jo vetëm për këtë koncert, por për të gjitha aktivitetet që organizohen në Shkodër, ai ka dhënë një gjallëri për këtë në era realitet. Besoj që është një koncert me vlera të veçanta, jo pse është koncerti i Bujarit, që Bujari ka pas edhe tjera shumë më përpara, mjaft suksesshme ato, por se besoj se vjen edhe në një formë tjetër. Është punu me detaje, repertori është zgjell me shumë kujdes, e kuptohet që është përqendruar kryesisht te kënga shkodrane. Po ashtu në nisje të këtij aktiviteti u regjistrua një incident ku disa përfaqësues të klubit të futbollit Vllaznia tentuan të sabotonin aktivitetin, duke hequr banerat promovues të koncertit. Ky veprim shkaktoi pakënaqësi te artisti, i cili theksoi se koncerti është planifikuar me kohë dhe ka ndjekur të gjitha procedurat zyrtare. Dua të them atë që një njeri kur të respekton, duhet ta respektosh. Çfarë drejtimi? Unë duhet ta filloj kështu intervistën time, apo duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë për përkushtimin e madh dhe iniciativën. Duhet të falenderoj Saren, që kam këtu në këta, Pandilaçën, gjithashtu edhe Aronin, të cilët u treguan shumë të gatshëm për çdo gjë. Po një përshëndetje, urima, nuk di se si mund ta quaj, tepër i veçantë. Shkon vetëm për iniciativën madhe që mori kryetari i bashkisë, zoti Benet Beci, për të organizuar këtë mega koncert. Nuk është koncert thjesht, është mega koncert, një koncert me përmasa shumë të mëdha, qoftë në anën artistike. Gjithashtu, edhe nga ata mira njerëz që e kanë marrë vesh, sepse këtu gjithçka është bërë me plan. Këtu gjithçka bëhen në drejtimin e kryetarit bashkisë, i cili përveç se ka lajmëruar që këtu të jetë koncerti tash 1 muaj e gjysmë përpara, është lajmëruar dhe Federata Shqiptare e Futbollit, e lajmëruar gjithë instancat që këtu do të ketë koncert recital. Besoj se përgjigjja më tepër se kaq nuk kam çfarë të them.
Nga ana tjetër, drejtoresha e kulturës në Bashkinë e Shkodrës, Sara Asmaja, reagoi në të njëjtën linjë, duke mbështetur artistin dhe vlerësuar këtë koncert si një fest për të gjithë qytetin. Unë di të them që për këtë koncert janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Bashkia Shkodër mendoj që e ka treguar tashmë që di të organizojë evente, i bën ato shumë mirë, edhe mund ta them me plot gojën që koncerti i Bujarit do jetë suksesi i radhës. Qejfi bahet me Shkodran. Koncerti recitali Bujar Qamilit pritet të shndërrohet në një mbrëmje emocionesh, krenarie dhe muzike shkodrane që i përket zemrës së këtij qyteti.